Ndarja parakoshme nga jeta e të birit u shndërrua në akt vetflijimi për një 72 vjeçare nga Lezhë, e cila nuk mundi të përballojë humbjen e madhe dhe i dha fund jetës. Ngjarja ndodhi në fshatin Lal Miri, ku 42 vjeçari Aleksandër Marku u gjet pa shenja jete në dyqanin e tij, ndërsa policia bën të ditur se nga kçyrja paraprake e trupit nuk janë vërejtur shenja dhune, ndaj dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Me marrjen e lajmit të dhimbshëm, në gjendje të rënduar emocionale dhe psikologjike, 72 vjeçaria Pren Marku i dha fund jetës, duke u vetvarur. Nëna u gjet pa shenja jete nga familjarët në ambientet e shtëpisë, duke shkaktuar dhimbje të madhe për ta. Trupat e pajet janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore dhe për caktimin e saktë të shkakut të humbjes së jetës. Në njoftimin zyrtar të policisë së Lezhës thuhet, rreth orës 19:30 minuta të mbrëmjes së djeshme në lagjen Ngurra Lezhë, në dyqanin e tij me vegla pune është gjetur pa shenja jete shtetësi AM, 42 vjeç, banues në fshatin Lal në Lezhë. Nga veprimet e para hetimore nuk janë konstatuar shenja dhune, edhe paraprakisht dyshohet se vdekja ka ardhur për shkaqe natyrale. Ndërkohë dyshohet se nëna e tij shtetësja PM, 72 vjeçe, pas marrjes së lajmit për humbjen e jetës së djalit të saj, në gjendje të rënduar psikologjik, dyshohet se ka varur veten, e cila u gjet pa jetë nga familjarët në ambientet e banesës në fshatin Lal Miri në Lezhë. Trupat e pajet janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Tiranë për kryerjen e ekspertizës mjekoligjore dhe për caktimin e saktë të shkakut të humbjes së jetës.